Kisha i fjalë me Sajmir. Erdha se kisha i fjalë me Sajmir. Ja më çka. Dgjoj sa rrota ta them. Ha më çka, ha. Ço. Sot ne do ta zhvillojmë emisionin pa vajzat. Çe më jam. Po. Kanë për tu të vinë sot. Nuk kanë ardhur, Kanë ardhur. Kanë ardhur. Çka? Kanë ardhur. Edhe se mos vishit nuk boshit keqër apo? Me që keni ardhur ke rini. Tu jemi. Vajza. Sa të bukura jeni mi goca. Ju e dini që ju kemi xham. O goca po ne kishim thënë që kjo javë veç e juaj që nga hëna që kaluam deri sot premten do ishte me tuta, me atlete. Ha? Apo Me shapka me gisht, po çka keni? I kishit la tuta atë? Çka keni shapka në I shtëpi kishit la me tuta atë? Ore me ato hajdeni më. Me shapka. Si keni qenë mira? Qa do t'ju qepi joni? Atëre, moj vajzani, moj shoqeni, moj motrani. Ore, se si u ka... Ajde, afro ta morin se kjo e prende është ditë gjërmon, themi ne, muslimonët. Ha, mi goce, ajde një shpejt se koha lëviz në televizion. Hajde, Marsi. Hajde, bukurosh, hajde, afro, hajde, ja, e të drejt, oke. Atyri, s'ka që le të qovi gjithë njerëzit. Të shi do më tërgosh ti mu kush është ushimi jo t'i preferum. Ha? Japraku. Po ti mi goce. Kush? Flia. Qiftelia. Flia. Flia. Oke, më falë, oke. Ta shi, ti do të ndrojë... Ka bishti që si tomauk. Qiftelia si Ti do tomauk. të ndrojë japrakun tatë për shumë me një peshk, zgare. Me sushi për shumë. Ha? Ti do të ndrojë flinta... Me sushi. Prit se të gjithë tjetër të prit. Ti do të ndrojë flinta atë me grosh me pastërmo? Po. Po te pse thu flia që ka grosha me pastërmo? Pra, ti mendon se ka ushqime të shëndetshme, që janë thojnë ata të jashtmit, apo janë të shëndetshme ato që mendon ti që të pëlqejnë ty? Nuk ka ushqime të pashëndetshme më janë. Pra, po derisa hahen janë të mirë. Po, japraku. O zemra, që ka kjo loga jonë sot këshu mi mom? Japraku është... Ja, që. Apo Walli. Raci! Emo Raci! Japraku u të gatime të shëndetshme. Ja, sa thash Raci, po erdim regull ajo. Goca. Si e boni ju japraku në nga ju? Po me... E i që këtë se kjo është për të shnu. Fol. Po me bleca ose me... Me bleca? Me rritës bleca, që me që? Varet, ose me gjethe rushi. Japraku është japrak. Ose me gjethe rushi, ose në Itali s'ka gjethe rushi. Ja, s'ka rushi Italia, gjithat verë po Italia. Përdojnë për të bërë verë, jo për të bërë japrak. Po pra, edhe? Edhe me... Ha, mi mon folë që ke i orë, se në dy të menë që japrak e të në thonë. Kure hap. Qep, me spinaq, e këshu. Qero kjo? Edhe me... Japrak është kjo? Boranit të ty? Jo, edhe me oriz, edhe erza mrena, edhe mbledh. Vend të rushit i përdor spinoqin. Në Itali, mrena. Qa italian, trash, jelin gjithë jetën. Ajo është burani, në spinaq. Dil ne ka venio, se kur je këtu fol budalligje. I sekond, kur o këtu fol budalligje, dhe jena të rëgote që je praku këtu ke venio, se këtu ka bala ty, ha? Ordo, prap me spinoq, ja? Jo, me gjethe rush. Ha, shefe, tu mos rimo, disa fol të budalligje. Flia, si bot flia, vëtëm hish spinaqin të lutëm. Mos ka pjo spinoqin. Bej, mikrofon, ha? Miel. Krip, patjetër. Uj. Patjetër. Edhe gjallë. Kështu bëhet byreku, bëj byreku, no. Ha? Tjetër? Kaq, ja? Kaq. Nuk është të pytë më shumë kur e azës. E kuptoni? Mos kishim pas të dyja, ne kishim det për të hangër, Ne kishim det për të hangër. Det se janë të dyja, kur hynë guzhin këta. Asortimenti që dha, po mos vi bashku janë pako veç mjeli, veç kripa, veç... Dorën Clintonin, po kjo, legimës e ne. Kjo është... Qashtë unë i gjorë. Kjo është për poshtë të guzhin tradicionale, është të filterën. Kjo është underground, Michelin, po këshu. Tavdheo, e këshu gjona, shko korrec, mzgara, këshu që ka planca. Po kur do të me pytë për planca, i ere planca të shka morë. A pa me planca. Po plancat janë krudo tona më. Janë krudo të dikushme. Nuk i hajmë gjallë më këndë janë, i hajmë dzime me vezë, asho. Kja hongër planca njerë? Po, me kam shumë qef, sidomos atë me peta. Atë me peta. Atë, pa ti di, ajo me peta, qa është ajo prova e saj me peta, se bollu qova më kohën për ty. Vetëm ullu pak ti ne jemi në regull. Ajo planci me peta është provë për nusët e reja, që ta di. Edhe nusët e reja. Në gjo me pra ta dish, ja je vjera atë, plancin me peta e thot pastroje.
Dhe se ato janë ai shumë peta sa që llon ndusja e remës me pastrunë e njëri thot, "S'ke për çonin tim, ne hik në shtëpi." Pa se po ma plon si era. Ndiqeni pak. Përshëndetje miq të emisionit Stop. Shëndetshëm apo jo? Ore si dhe çfarë hang ta shqiptarët? A duan ata të jenë me bark apo të jenë elegant si puna ime? Para se të shkojmë të pyesim, i fuz nga një çash kjo patëllxhan e mbushur, ë? I fuz një patëllxhan të mbushur unë dhe jemi okay për intervista. Shkojmë. Më merr një tas sallat apo një paçe koke? Paçe koke po të jetë nga kokë, paçe bio, është ka 7 lloj vitaminash, 8 më duke një vetë. Po. Qa pace, ku hahet pace? Ja, nuk është e shëndetshme. S'është e shëndetshme. Do të gjellë me lukë, vlla. Tani një tas me sallat apo paçe koke? Qofse je pas klavit, pas tallavas, Që ke dhe të ka kërcye, ke ora pizë, 7 e mëngjesit, Ashtu. do shkosh të hash paçe koke, valla. Pirzolla, Pirzolla. Ta pëlqejnë bërxollat. pirzolla shumë mirë. Tu duhet me konë Bifteku këtu. biftekë, çashtu e kina punën. Çorba, perime, shumë mirë. Perime. Po, Ai mishit nuk I do amna. Mishit, a? Po, dhe që ke kështu dish, të git. Sa kujtofte. Qa gatun gruja më shumë që? Çka të thomu? Ka preferoje sushi apo mish? Sa ato nuk e di fjalë huaja se para kjo mes për të mune. Unë jam duke shku të angër tash suflaqe, sepse kam ka 2 vjet që s'haj. Do i futesh një suflaqe Po, edhe kështu që nga herë robi mund të haj çfarë do. Thuaj sekretin e këtij barku të mrekullueshëm. të marr patatet, fot, zime. Një ka pas zi nona në një hajsha fot. Cili është ushqimi më I shëndetshëm sipas teje? Spinaqi, Spinaqi. edhe e përdor shumë. E përdor. Po gabimi është që e përdor në byrek. Më mirë spinaq apo sushi? S'jam fare ke gjërat e kineze, fare. Unë har qartë më vi për ngren, qartë Mish, pesh, tera. suflaqe, sushi. Laqe, sushi, dreqe, djallë, tera. Një tas sallat apo një paçe koke? Paçe koke është, çfarë paçe koke? Nuk e di çfarë është paçe. Sallat. 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 Tani më mirë sushi apo një suflaqe? Për shpirt suflaqe, po sushi me që jemi goca. Me që thëja? Do preferoj një suflaqe apo një spinaq? Suflaqe normalisht. Qa s'po një gjëmë me këto smune që po bin ke pullat. Spezi gjysë kile kaq, kasarezi kile kaq, papdëgjoni kaq. Çfarë haqi e kaq e bukur? Thjeshta gjëra bio, gjëra naturale, sallat, shumull domate, gjërat kështu perime. Shqiptari po së ngri mish, nuk është I zvendësuar, do mish. Do mish, e ke vënë re që ulen, han mish, e kanë... Bravo, po pa pjata se kështu se llogarisin, do të hanë mirë. Po specat e mush janë sushi shqiptar mër. Mon mërjau. Speci mu është sushi, mër sushi, si sushi. Ushqim është shumë I mirë. Ja pragu. Absolutisht. Japonezët e mbështjedhin me alga deti, ne mbështjedhin me gjithë rushi. Pa tjetër. Sushi. Nese, italianët e më shqipre me spanoq. Lene më qa thotë ajo se Mrenës, po jash me qaj më shtillin. Me bleca, që më blecat? Qërë janë Shusi këto? alga deti, qarë? Nga kush vinë, Nga Koreja. Qërë janë minon këto blecat? Qese plastike e shile, qa janë mërjau, qarë? Gjethet kujt. Jo rushi, Jo rushi, jo. Si punë e lakra, si bëjnë dolma të gjithjona. Pas ka një bim që I boga shu tabak letrat mdoj. Ma të bëjnë, ja pragu këto, mu lënë dhe tapicerit e Sa mora makinës. vesh qa ishe, more shumë kurios do t'a shoh qa është. Oke, themi pas pak, amon më jau, hajde. 067-220-88-88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Qami goca. Ishte një mrekulli. Pa themë, nuk e di, kjo performanca juaj sot ishe për të ngretë doli. Unë e ngrita. Are gëzuar shneti juaj. Are mërë. Vajza me fund. 8-2, loaded with energy. Me fund, vajza, Po me ku fund. keni nevoj ju për energji mërë? Ju jeni... Qika, Pa. ashi që keni nevoj se pini ka 6-8-2 sham dit, s'po na del do të balë kompania, të na sjedh arkat për dit. Ka lumë shamoj Mor më jau, thoda I quri që na sjedh arkat me 8-2,
Që riboni më njau me këtë? I kena ato dyja më tapë. E kanë ves, pin. Pin më... Aneja. Pin të dyja. Aneja është emri i koduar i dy të rinjve. Ane. Ane. Si turqisht, aneja, nëna, Aneja, gjyshja. Në noke. Të cilëve u ka ardhë mesazhi. Uli pak dritë, a e kuptoti që ka ardhë mesazhi më? Nga aneja. Apo nga andeja. Mesazh nga andeja, apo nga Nga ane. andej ja ka sjellë aneja. E, zoti më të stakfirullah. Dhe këta zgjidhin çdo hallë problem Argentian. Kalon gjendje. Se do rrënqethe njerëzit. Si ta zgjidhin? Live TikTokera, ke probleme ti? Po si më ke probleme katarë se si u zgjidh kanë live TikToker. Vazhati të gjë. Pa që dokumenti do të vikimi? Si gjo fare. Madje kur ne quam një agentet tonë të i fultruar, i tha, si ke ardhi kështu pa qeri ke ardhe, pa sheqer? Që bote më tha? I ka i digjoni për balë. Të lajmërimi s'na u thaj gjë, lajmërimi tha vetëm hajteni. S'ta thanë as për sheqer, as për krip, as gjë, në erdhëm duar bosh. I ke zë në myte. Aneja. Më falë, kur vjen ky mesazhi nga Aneja, nuk ka një listë gjëra që duhet... Aneja është emri i biznesit minor. Okej, më kur vjen ky mesazhi nga Andeja, nga Aneja, nuk ka i listë shumë sheqer, krip, vaj, uthull, çfarë do morësh me vete? Ne nuk po shkojmë të nima, ne të shkojmë zgjidhim hallet. Po se pas ardhuar... Në fakt, ne nuk e dinim historinë e këtij grupimi, burrë grua, çunë goça janë ato që zgjidhshën kështu hallesh, po ishin një grup vajzash që kishin dhënë ca lek mirë, njëna 800, njëna 1000, njëna 200, njëna 300, 400 për ribashkime me ishet. Mi po me sa duket. Më fal, ti çon aty 800 euro dhe të kërkodhe i pako sheqere? Pa. Shtrejti pas kanë çmimet ose Po të gjë, nuk tha, unë do blej sheqerin me këtë. Tash i vajza që ta kuptoni. Pagesa varet nga ishi. Nëse ishi është milioner, është 800 euro. Nëse është... Po, në gjë, një thorra gji, i ka të, i luk sheqer, këtë gjë. Me të 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 pra, se të shi, sigurisht që këto janë ca absolutisht, vetë se Zoti është i modh, drejtoni Zotit një keqen vllai apo motra, ku diun ç'a je. Pse shkoni në për këto ane apo ku diun këto që bëjnë të mira apo ku diun. Është me lut menç. Nëse ishi jo të shlerguar, ose i shko vetë thotë zotri ç'a do bëjmë për hir fëmijëve apo do të dum njëri tjetrin të rip, ose drejtohu gjykatës. Dhe mbaroj kjo punë. Pra ka formë për të rregulluar lidhjen, po jo me këtë 1 kile sheqer nuk e rregulloj herë. Vetëm nëse i bën një kek të mirë. I boj kek. Po dhe 1 kile sheqer është shumë për i kek dhe diabeti. Hapi i parë, ndjoni. TikToku, përveç se një platformë argëtimi, u kthye edhe në një platformë ku reklamohen bizneset të ndryshme. E në fakt sot do të flasim për një rast ku reklamohet një vend i mirë, i cili përveç se sjell mbarësi, zgjidh probleme të ndryshme. Kjo faqe me emrin Ane vetëm dashurie me fotoprofilit të një statuje të deformuar të Nën Terezës, në pamje të parë nuk thot asgjë, ama çdo ditë 2 persona me emrat Elton dhe Ane, ose si që kanë emrat e vërtet, Alfonsi dhe Aldiona, hyjnë drejt për drejt nëpërmjet aplikacionit TikTok dhe bërtasin për mrekullin që ata bëjnë. Njerëz të cilët janë të stresuar me halle dhe pa rrugëzgjidhje, kanë parë si të vetmen shpresë për të zgjidhur problemet e tyre, këta 2 persona që i bashkon vendi i mirë Ane. Nuk është puçër, është si gjendër edhe shumë ndjekë kështu, ama se dia me bërë një kontrol, një gjën. Shumë, po, më dhem. E ke të vendi keq? Puçër nuk është, po... Stres do dhe mësë janë të vendi i mirë. Njeriu për halle vjen, nuk vjen has për muhabet, as për diçka. Atë sikletë do ta heq quna. Edhe nosja ime që punojmë bashkë. O Ane, o vllai ton, ma keni zbutur atë pronaren, ma keni bërë si që ishte në fillim. Do zbutet, nuk do shkoj ajo. Ju bën një mrekulliere, nuk e di, nuk kam fjalë, që qa me thënë më. Lajmë në TikTok, po i thoshin, si u zbuta jo pronarja, si u zbuta jo pronarja. Sa kishe që sheqerin ke kjo Aneja, emri kompanis, sa kishe që sheqerin ati ishe zbut pronarja, se kishe probleme njona. Si shko mu shumë probleme me ju, shkoju në tjetë që sheqerin ti dhe mësaj, janë zbut ato gotat për mashallah janë zbut, janë bo urt e mirë. Tani me ta thonë drejtë nuk e di, po me këto dyja unë, 4 ton sheqer, 4 ton, ima unë e nuk rëgu. Oke, pra, si filloj kjo histori e Anes? Vajzat, cilat flasin të gjitha qartë e pastër,
dhe me dokumenta, transferta që kanë bërë në kompanitë të ndryshme që bëhet transferimi parave, që kanë quar 800, 500, 600, 200, të morë shëtë keqen se nuk odhe, se nuk punodhe aneja kështu thatë fare, plaka se do njëti qikë sheqiri. Po jo, si u kthej ka eksi kështu thatë pas i gjojë. Dinjeni pak. Një grup vajzash të cilat jetojnë jashtë Shqipërisë janë drejtuar në redaksionin e emisionit Stop për të treguar eksperiencën e tyre me këtë vend të mirë. Por a kanë gjetur zgjidhje? Kur hyrëm në TikTok, gjetëm këtë faqen Aneja bën mrekullira. Edhe filluam hyrëm brenda si unë edhe të gjitha vajzat edhe u zgojnyem. Kjo histori ka 3 muaj. Premtonin që bënin mrekullia, heqnin së muja, ribashkonin. Ju personalisht për çfarë hyt? Unë hyra për ribashkim. Bashkëshorti më mori 2 fëmijë dhe iku është larguar. Edhe isha ashtu në stres, i kam bërë të gjitha gjërat e ligjshme, edhe na që pash këtë faqen dhe unë si gjithë gocat e tjera, edhe më thanë që unë fëmijët do t'i kthej. Me të njëjtin arsye. Për ribashkim apo? Po, për ribashkim, po. Me ishim, po. Goca tjetër? Edhe unë për ribashkim. Të njëjtin problem kena të gjithë. Shkin që rinj, hap letra dhe thot që ky vend i mirë do t'i bëjmë mrekullira, lutuni ke Aneja. Në privat thot është me një kosto. Sa ishte kosto? Kosto ja në fillim ka qenë 50 euro. Vetëm për gjasma për të parë letrat. Nëse do t'investosh për vendin e mirë, ishte kosto tjetër sipas dëshirës. Dhe ju sa keni dhënë për atë vend? 700-800 euro. Dikush lart ka dhënë 170, dikush 500, dikush 400. Po mirë, ju thatë që ne nuk kemi rezultat në ato që ju po premtoni? Po, i kemi thënë. Unë i kam thënë dhe vajzat e tjera kanë. Prisni ta s'keni besim, prisni, Aneja nuk ju harron, gënjenin me kjo. Këto që mashtrojnë të ndalohen se janë duke marrë njerëz në qafë. Vajtëm ne. Gjetëm një vajzë dhe e quam. I tha, po, ju si veproni? Ne kemi udhëzimin, tha. Janë këto udhëzimet, janë këto qarkoret e brendshme, Ministria e Financave. Jo VKM, është ndeshje. Po, qarkore e brendshme. Është një udhëzim, domethënë udhëzoj të gjithë drejtoritë e qarqeve që të bëjnë këtë lloj veprimi. Dhe këto kanë marrë një udhëzim, kuptohet. Një udhëzim po nga kush? E çon ministri udhëzimin, po kush? Po tash mund të jetë drejtorie, ku diun nga kush e kanë marrë më plak. E kuptova, mister. Ashtu pa, ty pra janë të mbushura me mister të gjëra që mbarojnë kështu punës. Tjetër. Sa më mistera që më shumë i beson. Të morsh sa të keqe. Ndërkohë i thonë asaj vajzës që quam atje, i thonë, po ti si ke ardhur kështu? S'ke marrë qirin ti? Po shiqerin. Po shiqerin. Ta si ta bëj unë të pash. Kush ka ti kështu? Unë nga me hedhë dhe vezët brenda, si ta bëj pash. Ku shkoja mama si shtëpi? Po shiqerin. Unë nga me hedhë vezët. Edhe e shapka. Shpejto. Ndërkohë i thonë, pa qirin e pa sheqer, i këtë gjoni për ballë. A e pas kam të gjoni për balë. Unë kam përshqipen që gjithë kjo biznes është për të gjoni për balë, Allah. Po mirë ma kjo të qesi qirinjë dhe sheqera i. Qaj kushton të vëri një raf nga këto metalikët. I kase, vogël. Qa s'ke marrë mi t'ke sheqer, shëno? Sheqer, urdra. Paguja dhe gajtë. Dijeni pak. Njerëz të ndryshëm me problematika të ndryshme janë drejtuar në këtë vend të mirë të quajtur Ane. Dikush do të zbuz pronaren, e dikush do të kthehet me ishin. E sigurisht që ne nuk mund të mungonim pa marrë pak mbarësi nga ky vend i mirë. Mi hajde zemra, s'ka problem, ne pranojmë gjithë njerëzit. Ke marrë qirin ti? Jo, nuk ka marrë. Si i vim kështu? Po çat shofëm. Jo, kjo lloj pune këtu ne bëjmë. Nuk e bëjmë për halle, për qef. Nuk e bëjmë për lekë. Ne bëjmë për udhëzim. E kemi udhëzim edhe e ndihmojmë njerëzit këtu. Jam nda nga burri, kam 3 fëmijë. Por nuk e kemi bërë divorcin. Tani unë nuk dua që të bëj divorcin, dua që të kthehem sepse unë po të bëj divorcin, po mbas pasaportën italiane, i humbas të gjitha. Ky është halli im. Tani ne na duhet qeri, duhet të marrësh tash dyqanin e vogël këtu. Sa veta jeni aq do marrësh. Edhe do marrësh dhe 1 kg sheqer para. Si e? Më japësh 1 kg sheqer lutem me 500?
Pra blejmë qirit dhe sheqeri vajza, të shi të shkojmë atje. Thote, ke shkrep se aty të lutëm, me ebi qakë Urdhë, ja se kam një me klan, urdhë. Oke, Qive, këtë tjetër në paske me njuzës në kata, ja, bardh. Bardh, urdhë, thot, atë ka një nga to, që nëz o gjakun. Për me ndezë këto, Po, o gjakun pra, këto. Na, thot, është nize një. Të parin, thot, do e nezësh për mu. Apo jo, më falë, shega i qiri. U dash kanë morë disa qiri. Disa. A sa është nga thë një? Jo. Që s'ke morë gjithë. Nuk e hap kanë pak. Jo. Tha të parin, dhe do e nezësh këtuje për venin. Për ne, që ta eci mirë ne. Pari du, ma se ne dha për këtë dush. Nisa për ka. Pa për që dush, mi no? Nize herë për net, na eci mbarë një herë pa. Ani herë dhe kena ditë që kësë po shumë, ajde. Për ka, për Trumpin. Isha Allah për një ta net në këto. Këtë dush. E në një të morë me atë kilin e sheqerë kënë tjanë, si të shikoni dhe vetë, e hapi, mërë gëtitur, e hapi në filloj, që të gjota që te. I fliste sheqeri për... Po të sheqeri. Të gjota që te. Do të të njonat mirë. I thonë, ajo, goca e shkrep, beqare, shenja roskopit Bigjeresha. A ke ka lemojti, po i thonë ajo, gota Gjivajti. Gjasme, 3. Pa, 3. E hapi, këto dytë parti pas ke mirë, pa kuj treti, kuj qega. Kuj treti qega ty, e i folë të qeqerit. A i qeqerit të pak shu, po hike e pra, më zëmë, a më më zëmë hongre shpirti. Sa të tyra më dhe më një që ditoj gjitha kohë. Qeqerit të i thonë kam rejna, unë t'i bëj gjitha këtë gjona, i kërë zëmë lytë e menqë. Hajde, lali, hajde, dhe prap ka njërët që... Ashtu si flitë kryot ideja që aty brënda është një sheqeri gjallë. Shtu pa. I që i lija bëkshu. Aty e i sheqeri... dhe fu... Se harova, goca. Kur s'keni kështu problemi për të këthy ishin, e di që duhet boni. Pa më s'ja të regoni gjithë, Oke. Kur s'keli e ishi, me kom në majt, a më mësë qeshtë është i se janë gjëna serioze që ecën, ju duhet ecni mrapa. A kom në majt, a gjurmën e komës majt, duhet ja shkeli shtrejër, po me këmën tënde të majt. Jo me djathën se e largo. Djathën e largo. Pra, komën tate të majt, ti përke e majt atit. E në kap e shkel, desa t'ja poshtëponin copa, qa. Se ku do e gjeni borën, rërën dhe baltën, ju e dini që të leri gjurën. Sa i më pjetu esë mësë më shurë ku në gjurë. Më në shkele... Po jore, shkel të gjurë ma tjetërit, i shko tjetërit. Ose më shkeli si për një bajke. Aty shkoni, 3 herë shkeli një si për. Nuk e sjaron, se me takse, pa takse. Se këto janë gjëra kështu janë... Po jo me djathën se e largo. Jo, djathat me qafë. Se ju ka njerë jo ju me... Jo, re që bëti. Pra, e majt a i, e majt ju. Edhe jeni njëri pas tjetër. Di gjeni pak. Do ndezish qik për anen. Oke. Një për anen, e pase do ndezish gjithë për ato që do t'i. Do t'i ndezish vetë. Oke. Për vendin tonë. Lere, ne i sep aty. Tani do ndezish për personin tënë, bashortin. Oke. Bashkëme bashortin aty. Fundit, për çfarë do të ndezish? Mbarsi? Si dush ti. Asanela, anet lutem, më ndihmo, që ka të ty mos të ndajnë, se për këtë ka ardhur. Vjen ato ty apo nëse vonë ti? Ke ndonjë smundje kronike? Ti me kokën. Që e bësirë, migren. Nuk e ndares, shumë ndarja. Emi fëmijëve? Edmond, Gersa, Eliani. Këto dy të parët janë shumë të mbarë. Kjo e fundit që përmendje ti nuk po pëlqeu, çik se di çka ka. Shumë i ka shëlënduar kjo, po do rregullohen, nuk kanë gjë, janë të mbarë si fëmijë këta. Ky ka të bërë zemra ime. Këta e kam thënë drejtëja. Çfarë duhet bëj? Nuk i mofton e këtu te vendi. Okej. Basi të mbron dhe kjo gjë, nëse ti do ta afrosh burrin, nëse ti e do burrin ta. Do ta shkelish 3 herë këmën e majtë atit, të paktën gjurmën atit. T'ja shkelish 3 herë me këmën tënde të majtë, jo të djathtë sepse e largon. Të majtën e afron. Dhe nëse do hash 4 herë për burrin tënd, na 2 herë për fëmijët. Jo, ha 4 herë për burrin tënd. 2 herë do hash për fëmijët e këtu. Se ty të kam ftorë, sa ke rindje me këtë ti? Je blokuar. Jeme si këtë të kam ftorë do të gjam. Po fund fare do të realizoj dëshira. Mendimin e Anes, që erdhe këtu, unë them që çdo gjë do të rregullohet. Se ti ke ardhur kështu befa se dhe nuk ke sjellë asnjë rrobë asnjë gjë.
pikë se unë jam I qikë po pa vesha këtë gjë. Që ta bësh për vete, thot duhet ecësh ti ku ec ai. Po. Mos duhet eci ai ku ec ti. Që të vija I mrabateje, se që e du shku ti mrabati. E rëndësishme që të se më të folë shiqerit, e rëndësishme janë të rikthehen me njëri tjetrin. E kuptat e që se nuk... Po mi pse shiqer, vajza? Shumë pse mos... Po pse, po me kripa jo? Të ëmbël mi zemra ime të ëmbël pra. E thret ishin I boj tort, si pëlqeu I boj halv. I boj halv dhe hec. Oke, herë tjetër I thot, kur të vish. Aneja, ajo gota atja. Të më sjellësh I bluza. E të I flasi dhe bluzës. Nuk e di që I bo bluzës, po bluzës kam përshtypjen që e do më sjellësh këte, atë gjitha, dakord? Po, pyetja që do t'i bëj nga studio. Që me që paske këtë mesazhin, kur tha që ka 3 kalamoj që të rrejti, pse nuk I dhe? Ti e të rrejt. Nuk e pa aneja këtë jo të rrejt kjo gota të? Do ta kisha pa aneja, besoj. Pak të sheqeri du ta kishte dallu. I thoshte kam rren. Nuk e bëj, sa o rren. Po bëj e mërë. Qeqeri, të thonë nga mrena. O e që kom? A, pa që ke të rreti, ti s'pase ka lamoj mërë? Ti që ke pa martu me fare? Fajnë e ka sheqeri që s'foli. A, mërë sheqer. A, mërë njërë si ani sapuni për djatë, pa pse e mi mom shkoni këtë sa vene që ndërkohë që keni... Po imaginoj sa kile sheqer janë shit ka I dyqoni aty? Po lena atë, po imaginoj sa lek janë bo. Se pasi vajtëm ne, nuk e di se kunohati e filloj të thonë gjithë, shkojnë I tha që unë nena e bëjmë falas të punë. Ndërkohë transfertat bankare, që nuk janë të parë, për pritë se do të tregojmë në tjera, ka nethur, ndërkohë. Ata, pa të shqiti kujtoti se ka ngeja jo me mesazhin e saj të ri aty për logje kavaja, do lekbi mom. Dijeni pak. Për tjetër që duhet sjellun tani? Do të sjellësh bluzën e bashortit tatë, tëndër dhe të fëmijëve tu, kaq. Këtë do ta bësh ndonjë gjë, ose do t'i japish pak burrit tënd, ta hedhish pak në çaj. Çaji ti të shumë I nxehtë për vlon trupin, po paktën I hedhi diku që edhe me I bëllë një kek. Në bëndësirë t'ja hapish edhe fëmijëve tu për mbarësi, për më shumë për dashuri më tepër dhe më sarot që shkelish këmën e të majtë, të ndrët me të majtën ati të, shkel 3 herë dhe me mendoj vetëm anen, dhe ai do të kthej totalisht ndryshe. Inshallah bashkësh, do të marrë edhe do më shkruash në TikTok që si ke gjendjet e tuja. Mos, argjoni kohën tuaj duke ble sheqer dhe qirinj. Jo, ju bleni sheqerin, po për të bëni omëlsi në shtëpi. Ose një qiri për të qenë kështu që janë këto që janë aromatik dhe e ndisni. Një mbas dite në shtëpinë tuaj dhe largohet dhe era qepës që keni skuq në kuzhinë apo diun çfarë tjetër. Apo e plancave apo hidhi pak tha. Pak. Po jo në çaj se e provulon trupin. A ç'a ti hedhi? Sheqeri pra hidhi pak. Ah, t'ja hedhi. Pak burrit. Ku t'ja hedhi? Ke brekët. Ku do, qa ha burri, më gudi, salat, ja prak, ku njën, pak. Se e këshu në të brëndshme jo, a? Po jo më rihidhën gatim, jo në qaj se djek trupin. Në kek. Ke edhe në kek sheqerin. Ah, sa mire, shefe, pra ne pra juve që ju ankut, që keni ribashku me ishin tuj, me burrin tuj, që ka përgjen, se keni udhë në kafe, në qaja, këtë ju qka këtë gjera tjera. Fakt, është disa të herë që vajta që merrim me këtë historinë e këtyre që nuska, apo këtë dy në qelin fallin, apo e myllin. Vetë se Zoti lartë e kam dorë. Këto tjetë janë të thjesht me rjep një lek, këtyre që u vje mesazhi apo transmitime këtë digjon që u vje Zot na fal. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Hajde këtu, hajde se ne jemi po, se pa pikë në turpit, ta shi që ishte reklam, tha Greta, ku është kjo si adrese, se mirë... Që do e pa më ishte, do e pa TikTok. Pa, tu e kërkum TikTok. Këtë do këthesh mi Greta, këtë do këthesh. Këtë do këthesh mi Greta. Tregoj qik ti, marsi këtë do këthesh. Qera gjiu që ta japi shpinë e jere, ha? Këtë. O, Greta, shiko. Në fakt... Duhet e të shku e ca i gjurëmën. Pa, dëngë brapa.
Ti të ke po t'ja morë shpirtin ti? Jo me djafën se e largo. Marsi, këtë do të theshti, Marsi? Asnjë, për moment. Të ka qëlluar në njërë për shumë që të thot mami, për që ke bo me dritat mi të hongër drejgjim, për gjithë notën drita në Fiki dritat se hargjor. Fiki dritat se hargjor. Ty ka qëllua? Fiki dritat se hargjor. Sa ju ka arë fatura më e modhe që ti ke qenë fajtore? 150.000. Po, gjithë dritat e shtëpisë ndesni. Që ke bo me nënë? Ti pas ke pje gjithë bukët e lagjës atje. Po kjo nuk është asgjë. Do i thua shti mamas. Mas këti emisioni kur ti është darë në shpirit. Jo, di mami, jo, mami, Marsi. Do i kera në qaf kot. Se komi shokun tim Sarand, që i ka arë për 2 muaj 15.000 euro. Drita. Drita më njau. Drita. Që po di. Ta shi të thot Greta Qytje që pas ka boj, ka boja prak minon, gjithë ditë e not ja prak, ku që ka bo? Ka gatu më, normalisht ka gatu. Që ka gatu më 15.000 euro. 15.000 euro për 2 muaj. 2 muaj, në fakt, është nga 7.000 euro, 7.500 euro. Muajn, po themi, nëntori 7.000, edhe dhjetori 7.000. Edhe një kupon 14.000 ca 15.000 euro. Që ka bo? Ka shkri qelqë, mëj. Ka shkri qelqë. Ate nuk e di as veta i, këte thot, pra në erdi kine, ora thot, pa i thot më thoni që kom bo që kom argju ka i dek. Por problemi me ma, i gjithë kësaj gjë është që e kanë lemruar në 2024 dhe i thënë, pa, që nga 2020 ka uma fati drejta ankimimit. Ankimimit, pa. Po ti në 2024 Tu që duhet i paguash që të... Po kush e ka bo këtë? Ne zdim gjo njoni, zdim gjo tjetri. Pra sot, jo vetëm Sarand, ishë një qytetar që ka një apartament modest, të vogël, dhe ka një fatur dritash për 2 muaj 15.000 euro. Dhe nuk jeton brënda, nuk jeton në shia... Detaj më kryesor. Nuk jeton brënda. Janë pa i salu akoma priza, pa gjona, këtë unë ishër bosh shpia fare. 15.000 euro. Qarë janë? Qarë janë 15.000 euro? Asë gjo, me jo. Asë gjo me për një shpi të rejt pa hapur sa asë 8.000 euro bo për vëndi pagimit. Ka nuk pagot e kurumi. Dinjë një pak. Miqtë të Stopit, përshëndetje. Jemi vendosur sot në qytetin e bukur të Sarandës në këtë apartament me një pamje të mrekullueshme nga deti, por me një debi shumë të madhe ndaj OSHE-s. Zoti Florin Fetiu, një qytetar i lindur dhe i rritur në Suedi, në vitin 2014 bleu këtë apartament, por nuk e përdori asnjëherë. Deri në vitin 2024, kur dhe shiti, por ky ishte momenti kur u përball me faturat marramendse. Bona pagesat e ujit, kajtë në regull, kur erë punat për elektriken, më bonën 15.000 euro për 2 muj. Tana i kena bo ankesat, po s'kam ndihmu kur gjo me këta ankesat. A keni marrë ju një përgjigje zyrtare nga operatori shpërndarjes energjisë elektrike për sa i përket ankesës që keni bërë? His kena marrë përgjigje prej këta OSHE-s, as kanë lejmëruar. Po mirë, ne shohim dhe ne ndodhemi tashmë në apartamentin që ju, zoti Florim, zotroni dhe tashmë e keni shitur dhe mund të shohim edhe në dhomat e tjera që të gjitha dhomat janë bosh. Sipas OSHE-s, si janë harxuar, si është konsumuar kjo energji elektrike? Dhe ajo është pikë pyetje edhe për mua, se dhe ka ndodha 2 tjerëve në gjithë këtë pallat, e kanë marrë një lloj me rreth 15.000 euro në qatë ko, edhe që i kanë pasur ata bosh apartamentet. Zdi, edhe me dasht mi harxua 15.000 euro për 2 muaj nuk e përballon ata, nuk ka logjike kërkun, se s'mundesh me një apartament qatë të vogël me ata kablat e rrymes që janë mi harxu gjithë këta. S'ka shans. Ndërkohë theksojmë që kontrata e energjisë elektrike nuk është në emrin tuaj, por në emër të firmës së ndërtimit, apo jo? Bravo, qashtu. E kuptoj më po, a ka një justifikim se kur ta sjellin faturën, si ka ndodhur kjo mërse, edhe ato që e shënojnë, kaq trashë shënojnë, por e 7 milioni gjys lek në muaj. Ma mërë mendja 7 milioni gjys lek në muaj nuk harxhon një kompani e madhe që prodhon bukë. Kështë thumë ja. Për një gara me gazi herë se nuk merr varë me këtë punë. Nuk harxhohen më 7 milioni gjys lek, nuk faturohet gjithë kompani, se nuk prodhon aq. Ore, e kuptoj që keni dashur me ja fut, po kur ja keni fut, mos ja keni futi çik. Keni dash me vonë 700.000, e keni bon 7.000, se me lytë metë për ja. Ju është derë qesja me zero, e kupton? Vajtë më tek OSHE-ja atje në Sarandë.
se shiko, tha, ne nuk e dim se... Edhe për ne është një rast për të studiuar, se si një qytetar arrin të harxoj 7 milion e gjys lek, po... Pa tjetër. Ndigjeni pak. Ne u drejtuam në njësinë e OSHE-s në Saran, por me sa duket askush nuk ka kompetencë për të folur në lidhje me këtë problematik, por kanë vetëm kompetencë për të vendosur 2 faturat energjisë elektrike nga 7 milion lek të vjetra. Florim Fetiu. Po, është bërë dhe përgjigjen e një zonjë këtu, përgjigjen e kujdesin e klientit. Po, përgjigja është kjo, që është jashtë afateve. Ju jeni ndjeni për këtë problematik? Jo. Jo? Të lutem. Jam një thjesht një analiste të dhënave, mund të komunikoni me shefin e ekipit dhe me shefin e klubit. Po sepse ju e keni drejtuar zonjën të kujdesin e klientit. Tani bëhet fjalë për një problematik të 2020-s, që i thuhet është jashtë afateve. Kush përgjigjet për këtë? Unë jam faturisë. Po, ju keni qenë atje? Po, unë jam zhëmuj atë. Po. Dhe ati ka ardhur 2 fatura nga 7 milion lek në muajin janar dhe mars 2020. 2020 nuk kam qenë. Unë jam kam marrë në 2020. Po ju keni shkuar më vonë që keni mbajt proces verbalin, keni shkuar në shtator ose tetor mos gaboj 2024. Në nëntor të 2024-s kam ardhur unë, shef ekipi, në nëntor. Nëse proces verbali është para nëntorit, nuk duhet t'i jap unë për këtë gjevap. Mund ta kemi një... Ke qenë faturis më parë? Po, faturis po. Po, dakord, në 2020 ke qenë faturis? 2021. Dakord, tani kush më përgjigjet mua për këtë? Do të komunikojmë të kthejmë përgjigje që të gjëmë sepse të gjithë kemi qenë, ky s'ka qenë shef ekipi në atë periudhë, ka qenë lexues. Tjetri ka qenë shef ekipi, kështu që... Edhe ironia më e madhe gjithë sa gjë është ajo që u thash, është lemruar qytetarin 2024 kur don të bënte shitjen e apartamentit, tha, "Ti keni debit dritash." Qa, ja 15.000 euro të vogla. Qyqe, po kur? Po ka qenë 2020 tha kjo punë. Po pse s'ma keni thonë atëre? Po... Si ishte momenti i du. Ashtu ishim me ca... Gjendë momentin. Ishim dhe të zënë me ca punë, ca gjëra... Po jo, po të gjeni me humor të mirë të ta thonim. Me ligj që ka bërë po para posheja, është që drejta ankimimit është deri në fatin kohë 1 vjeçar, pasi ti e merr informacionin. Pra ke një faturë 15.000 euro që dhe thua, brenda një viti ke drejta ankohesh. I ka humbur çfarë do lloj drejte ankimimi? Pra për shkak të atyre. Po, thon tash si të shimë. Ne këtu ishim ti si ishe, ne shkrujtëm ti se erdhe. Ne hodhëm sistem, ti nuk e dije, që themi në të shi që nuk e dije ti? Si ta dimi non? Po qomër kjo punë kështu? Me lytë menç. E me gjitha të, pra pa përgjigje. Pra sot, më thot një njëri nga ju që shikoni këto pamje, se nëse ka një përgjigje, nuk e di që të them. Pra është një qytetar që ka një apartament pa banuar brenda, pa lidhur as një aparatur elektroshtëpiake, furr, kondicioner, mikroval, dush, as një gjë nga këto, ka një faturë pra 2 muajshe prej 15.000 eurosh, dhe nuk i thot njëri nëse ke drejt ankimosh, apo pse i harxove, apo ku i harxove. Mos është e lidhur... Din thonë që ne dum 15.000 euro. Sa hati këti, zotëris, mos është i lidhur me dritat e qytetit, që ndryshojnë. Mos kanë të njëjtin lidhje me dritat e Sarandës. Lungomare në Sarandë. Ndoshta, se di. Ndigjeni pak. Qytetari është drejtuar me shkresë dhe furnizuesi të shërbimit universal, ku është kthyer një përgjigje se në fakt ankesa është bërë jashtë afateve. Pra nga viti 2020 deri në vitin 2024 që qytetari ka marrë dieni, nuk ka më të drejtë të bëjë një ankesë lidhur me këto 2 fatura. Ndërkohë që apartamenti i qytetarit ka qenë i furnizuar gjatë gjithë kohës me energji elektrike, edhe pse nuk ka paguar ato 2 fatura, asnjëherë nuk është ndërprer shërbimi. Një vit kalendari që ka prodhuar faturën. Për gjithë këto proces është bërë verifikimi nga OSHE-ja, edhe kanë kryer këtë përgjigje dhe justifikat si kompani. Edhe më aktualisht e kemi të ndaluar të marrim kërkesa për fatura më të hershme sa një vit kalendari. Ne nuk jemi në kompetencë për t'ju dhënë juve këtë përgjigje. Jemi grup operativ dhe përgjigjen do ta merrni pranë zyrave të FSH-s. Po FSH-ja ka dhënë një përgjigje që thotë jashtë afateve. Mua më duhen gjëra teknike tani. Po tani do ikësh? Atëherë unë nuk kam kompetencë.
Nga eksperienca që kemi i dashur qytetar, vështirë se hiqet ajo shifër aty. Jo, mërë pasër. Do u shej ajo njerë. Me lujt menç. Po u shënua. Të gjithë në sot, jemi eventualisht viktima të një sistemi, apo një database, një kompanie qoftë kjo OSHE, ujësjes kanalizime, apo këtë unë çfarë tjetër në këtë vend, të një faturë të tmerrshme. Të majme për ta, të tmerrshme për ne. Paradoksi është edhe kur del që është gabim, asnjëherë nuk e paguan ai që ka bërë gabimin. E paguan gjithmonë qytetari. Brava, po çfarë thotë tjera? Gjithmonë qytetari. E njove tja tha, u tha, kom qenë faturist, kom qenë drejtor grupi, jo po s'kom qenë këtu njona, jo po s'ka di unë tjetra. E ka bërë njëri ka ika i 2020 nga puna, po çati po. Ai iku ai, sa odhi këto 15.000 eurot që ja falin në njëri këtë unë çfarë tjetër edhe me lut menç. Ndize këtë kështu. Se me që s'ke qiri ndize këtë. E shikon që pi cigare, se s'ma besot, ja. E mënyra si ndezi çakmakun të thotë që pi cigare, ikse e kuptova. Ikni. Greta Kazazi këtu. A më leze, nes në herë të që ti Marso, e ke lënë apo jo? Ciao Marsi. E ka lënë Marsi. Okej. Triti. Flonza. Ta ka lënë një fundjavë të bukur njerëzit? Patjetër më. Ta ka lënë një fundjavë të mirë të tjetër? Sa më bukur. Ashtu. Triti. Flonza. Flonza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.